Fëmijën panik. Shpita brasit e mirë dhe t'jam në fund, kësaj pune, mirë. Ja të gësht, pia jo të greke voglush. Pa shiko! Po ndëshon, mund të bëjmë dhe një? Jo, a I duhet a pi të gjithën, deri në pikën e fundit. Kush është aty? Alkemene, eja këtu. I gjori voglush, të lutem, mos A ka qaj. njeri? Po tani? Tani, Duhet të kenë bërktisur. Anfitrion, për vite të tëra jemi lutur Perëndive që të na jepni një fëmijë. Ndoshta I kanë dëgjuar lutjet tona? Ndoshta kështu është. Herkul. Shkëlqyeshëm, a du të na mbras kur ta marrë vesh? do të thuash në qoftë se e merdhesh. Në qoftë se e mërë vesh? Po, kjo më pëlqen. Ishte një tragjedi e vërtet. Zeusi ju priu Perëndive në një kërkim të furishëm. Por kur e gjetën fëmijën, ishte tepër vonë. Herkul, nga dalsoje! Kujdes! Hey, çfarë bë? Më fali djema. Kujdes djalosh! Faleminderit birë. Kur Penelopa plakën ndrydhi këmbën, e pata punën pisk. Pa problem, baba. Jo, mos fillo të shkarkosh. Më parë duhet bijem në ujdi me Fergusin. Në rregull. Ups, më fal Penelop. Dëgjoj Herkul, këtë herë të lutem rri. E di. Afër karrocës. Të lumë të birë. Kujdes. Faleminderit. S'ka problem. Herkul! Këti... Më lërë të të ndimoj. Arita mbaj vetë. Mund të shkosh I dashur. Je I sigurt? Pa dyshim. Hej, sile këtu! Hej, ju duhet një djalë tjetër? Më vjen keq Herkul, por ne do më thënë, ne jemi 5 veta dhe ne jemi numër çift. Ej, prit pak. Pesa nuk është shift. Çfarë matofi? Duhet ta therasim Herkul budallaj. Hey, kappa! Jo, prit. S'ka problem. Hey, prit! Më prit, baba! Do kthehem shpejt! Kapi e bukur Herkul budallaj. Birë.